Gati fëmijë, le të fillojmë. Përshëndetje miq të vegjël. Ne jemi lapsat me ngjyra. Kemi ardhur sot për të luajtur dhe për t'ju mësuar ngjyra plot magji që na bëjnë në botën kaq të bukur. A jeni gati të mësojmë bashkë? E jani me ne në udhëtimin tonë me ngjyra. Le të fillojmë. Unë jam ngjyra e kuqe, ngjyra e zemrës dhe mollës së ëmbël. Cili frut është i kuq? Unë jam ngjyra blu, ngjyra e detit, e qiellit dhe ujit të kthiellët. Çfarë ka ngjyrë blu në natyrë? Unë jam ngjyra e verdhë, ngjyra e diellit që na ngroh çdo ditë. Çfarë është e verdhë? Unë jam ngjyra jeshile, ngjyra e barit, e pyjeve dhe jetës. Cili është jeshil? Unë jam ngjyra portokalli, ngjyra e perëndimit të bukur. Cili frut është portokalli? Unë jam ngjyra vjollcë, ngjyra e luleve. Cila lule është vjollcë? Unë jam ngjyra kafe, ngjyra e tokës, e çokoladës dhe e drurit. Çfarë është kafe? Unë jam ngjyra roz, ngjyra e ëndrave të bukura. Çfarë është roz? Unë jam ngjyra gri, ngjyra e rrethve dhe e elefantit. Cili prej këtyre është gri?
zezë, ngjyra e natës dhe e hijeve. Kur e shohim ngjyrën e zezë, unë jam lapsi i bardhë, ngjyra e borë dhe e dritës që ndriçon çdo ngjyrë tjetër. Pa mua, ngjyra nuk do të shkëlqejnë kaq shumë, sepse unë i ndihmoj ato të duken më të bukura. Ku mund ta shohim ngjyrën e bardhë? Nëse të pëlqen videoja, mos haro të shtypësh subscribe për më shumë mësime dhe argëtim.